Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ndajmë lajmet më të fundit me ju, pikpyetjet që në fakt artistët shqiptar po i krijojnë në rrjetet e tyre sociale, dritaren të vetme të informimit për ndjekësit e tyre të dashur. Do të ndaloj tek Luiz Zelli. Luiz Zelli sot ka shokuar me një story që ka publikuar në Instagramin e tij duke shkruar: "Të shumt janë ata që më kërkojnë të hyj në politik, mbase nga që më shohin si zë që dëgjohet apo si një njeri që nuk ka frikë të flas." Besoj që hyrja e Luizit në politik do t'ishte një vendim i perfekt dhe i duhur. E para njerë Luizi në qoftë se do t'jepe një pozicion, jam shumë i bindur që do të bënte shumë për popullin e tij, sepse shpirt mirësin, zemrën e tij të gjerë, dashurinë e tij të madhe, shpirtin e tij fisnik, Luizi e ka treguar tek të gjithë shqiptarët me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit. Ai ka luftuar vetëm e vetëm që të gjithë banorët të ishin të lumtur edhe të gëzuar dhe ka bërë të pamundurën që t'u falën të gjithë shqiptarëve dashurinë. Në momentin që Luizi u largua nga shtëpia e Big Brotherit, jashtë shtëpisë, kur e kuptoi më se sa e duan shqiptarët, Luizi nuk është se përdori koklartësinë, por Luizi u bë më i thjeshtë se të gjitha, u bë më modesti se të gjithë, vetëm e vetëm që t'i respekton një për një ato shqiptarë. Dhe jam shumë i bindur që politikani si Luizi do t'ishte dashur të gjithëve, edhe pse ne e duam zërin e Luizit, edhe pse ne i duam këngët e Luizit, edhe pse ne e duam artin e Luizit, por unë jam shumë i bindur që një përvojë e tillë 4 vjeçare Luizit do t'i nxirrte një anën e tij edhe më të mirë që ne nuk e kemi njohur, sepse ndoshta do ta kishte mundësinë edhe më të fortë nëpërmjet pozicionit në të cilin do t'jetë Luiz Zelli për të bërë mirë dhe për të kontribuar tek populli shqiptar në formën siç vetëm Luizi di ta bëj. Unë jam pro dhe do t'isha shumë i lumtur në qoftë se do të shikoja Luiz Zellin të ngjitur në skenën politike, në arenën politike, do t'isha shumë i lumtur. Nuk e di cilës parti do t'i përshtatej më shumë, por do t'ishte përzgjedhja e Luizit, a do ishte i pozicionuar në PD-n e Saliut apo në PS-n e Ramës, por gjithsesi Luizi nuk ka nevojë për parti. Luizi është individi i cili e nxjerrë në mënyrën më të bukur të mundshme veten e tij, njerëzit, por edhe popullin. Dhe kjo është arma më e bukur që ne na duhet Luizi si politikan. Luizi e ka shkruar në Instagramin e tij, domethënë e ndjen këtë gjë nga ana e publikut që po e kërkojnë shumë Luizin që të merret me politik dhe ndoshta don ta bën si pyetje a do jem apo s'do jem në politik. Kjo është ajo gjëja që në fakt Luizin po e ngrën në këmbë, kjo është ajo gjëja që Luizin po e kthen edhe një herë në skenën tonë shqiptare. Unë do t'i çoj mesazh Luizit nga studioja ime: Luiz, ne duam të të shohim në politikë sepse ne kemi nevojë për njeriun tënd dhe unë jam i bindur që do bësh edhe më shumë sa ç'ti të dha mundësi Big Brotheri.